Liçeni artificial është një nga vendet ku shkojnë më shumë njerëz në Tiranë. Çdo ditë qindra qytetarë vinë këtu për të vrapuar, shëtitur ose thjesht për të kaluar kohën. Poshtë digës së liçenit jetojnë më shumë se 45.000 banor, të cilët ndoshta nuk kanë dieni për rrezikun që fshihet poshtë saj. Sistemi që duhet t'i mbrojë në rast rreziku pothuajse nuk ekziston. Kontrolli i lartë i shtetit ka zbuluar se asnjë nga sistemet e monitorimit të digës nuk funksionon. Portat që duhet të lëshojnë ujin janë të bllokuara prej 24 vitesh. Niveli i ujit matet ende me dorë, jo me pajisje automatike. E njëjta situatë gjendet edhe tek dega e Bovillës, rezervuari që furnizon me ujë pjesën më të madhe të Tiranës. Dega e Bovillës u ndërtua në vitin 1998 dhe mban mbi 78 milion metra kub ujë. Poshtë saj jetojnë mbi 100.000 banor. Sipas auditit të kontrollit të lartë të shtetit, edhe aty mungojnë sistemet e alarmit për raste emergjence. Disa nga instrumentet e monitorimit nuk punojnë fare. KLSH thekson gjithashtu se diga nuk kontrollohet siç duhet teknikisht dhe se pranë saj ekziston prej vitesh një çarje në shkëmbim përreth. Në muajin maj, qeveria vendosi rreth 300 milion lekë për të riparuar 7 diga në vend. Por Bovilla dhe liçeni artificial nuk përfshihen në këtë fond. Derisa të vendosen sisteme monitorimi moderne dhe alarmi, mbi 145.000 njerëz që jetojnë poshtë këtyre dy digave mbeten të rrezikuar.